Tuneli i Llogoras rihapet duke shkurtuar rrugën drejt jugut të vendit përgjatë sezonit veror. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, njëherësh ministre e infrastrukturës, njofton se hyrja në tunel do të jetë pa pagesë deri më 15 shtator. Duke nisur nga 24 maj, hapet për qarkullimin e automjeteve tuneli i Llogoras. Vepra që shkurton distancën drejt Bregdetit të Jugut dhe që i shërben sezonit turistik. Pa pagesë deri më 15 shtator, ndalohet kalimi vetëm për mjetet e tonazhit të rënd, thot Balluku. Me një gjatësi prej 5.9 kilometrash, ky tunel shkurton ndjeshëm kohën e udhëtimit drejt Bregdetit të Jugut. Distanca nga Ducati në Palas, që deri dje bëi për 30 minuta, tani qytetarët do ta përshkojnë atë për vetëm 7 minuta. Tuneli Llogoras përbëhet nga 2 tunele, tuneli kryesor dhe ai i emergjencës. Si tuneli kryesor, ashtu edhe ai i emergjencës kanë 11 tunele lidhëse me njëri tjetrin në gjithë gjatësinë e tyre. Tuneli Llogoras ka një shpejtësi rreth 80 km/h. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.